Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Zotin Doga, faleminderit shumë që pranuat ftesën tonë për të bërë pjesë e formatit Adam. Knajsi, po në sezonin e 3 të pranove. Po, nuk është dhe shumë thjesht përballë vjetën personale. Mirë, shiko, jo vetëm vjetën personale, do të themi detaje këtu edhe më gjërë, por që do të fokusohemi pak edhe në disa nga këto elementet shumë interesant për publikun kurioz, për të ditur se si është jeta e një personazhi të caktuar, mediatik, edhe në jashtë punës, jashtë asaj që bën. Mirë, punët me partit? Mirë? Po, e përgjithshmja mirë. Sepse ka hyrë 2017, është viti i zgjedhjeve? Ka një organizim të partive opozitare, më tepër për kodin zgjedhor, për votën, për votimin elektronik, pra ka filluar një aksion politik, politikin një mënyrët interesante, por fillojnë edhe pjesa programore, alternativat për qytetarët, pra është një fazë ku duhet përkushtim maksimal. A do të kemi zgjedhje të lira dhe të ndershme këtë vit? Të shpresojmë. Të shpresojmë që të paktën një herë në këto 25 vite të organizojmë zgjedhje të lira, pa kontestuar nga palët do të ishte shumë e rëndësishme. Po, si vështirë, me thënë drejtën Shqipëri, që njëra nga palët mos kontestojë rezultatin përfundimtar. Nëse, mirë atëre, shiko, se do të flastim pak më vonë për politikën, po dua që të kalojmë në një tjetër moment. Ju jeni me origjinë nga Vau i Idejës. Po. Nga Shkodra. Shkodra. Apo jo. Çfarë kujton nga vendlindja, sepse ju aty edhe jeni rritur, apo jo? Normalisht janë gjitha kujtimet që me lidhin me vendlinjen. Është ajo morë që njeriu fillon memorien në fillim dhe i kujton të mesin në memorje gjatë, hapat e parë, është çdo gjatë që të lidh me atë kur ti mëson të ecësh vetë, mëson notin, pastaj bicikletën, pastaj me vonë edhe loret e tjera, futbollin dhe çdo gjë tjetër. Pra janë kujtime që lidhen me fëmijërinë time, por edhe me aktivitetin politik. Me vonë është pjesa më thelbësore, kur njeriu ndryshon edhe kaun edhe drejtimin e jetës. Unë jam marrë që në vitet 90 me politikë, pra me forcën e parë antikomuniste. Parti Demokratike? Po, jam themelosi i asaj partie. Ishte një periudhë që do të mbesin gjatë në historinë time, për faktin që ishin ditë shumë të vështira. Është lehtë sot ta mendosh, ta dërgosh, por në atë kohë ishte një presion dhe një trusni maksimal nga segmentet e sigurimit të shtetit, nga eksponentët e partisë së punës në atë kohë, që donin të pengonin me çdo kusht, të ushtronin presion maksimal dhe nuk ishte lehtë. Sot tregohet disi me sportivitet ajo pjesë, por kanë qenë me të vërtetë një periudhë që do të mbesin në memorien time gjatë, pra si periudha mund të them me lavdishme nëse do të flasim për një aktivitet politik apo një drejtim që unë mora në ato vite. Në ato vite, mirë, e kuptoj.
Ju keni thënë që jeni rritur në një familje më tepër të pasur në vlera se sa e pasur monetarisht, apo financiarisht. Ju vini nga një familje në fakt ku baba juaj ka qenë edhe i persekutuar nga regjimi komunist i asaj kohe. Po, unë vin nga një familje persekutuar, madje shumë e persekutuar nga regjimi komunist, por për fatin e mirë një familje e pasur në vlera, por edhe nga ana financiare. Pra kemi qenë një familje që kemi punuar në vazhdimsi, pra në gjitha situatat, në gjitha regjimit, edhe në regjimin komunist, i cili ishte një regjim që barazin kishte varfërin si eksponent, por ne përsëri kemi, pra, kam parasysh jo vetëm familjen time, edhe pjesën e fisit tim, kemi qenë realisht njerëz që jemi përkushtuar dhe kemi dhënë maksimalin për organizimin e ekonomisë, të familjes dhe çdo gjë tjetër. Madje ka patur një postulat i cili na ka ndjekur gjatë, që të parat e mi, që në një farë mënyrë ne kemi pasur të ndaluar që të thojmë që rrjedh nga një familje e varfër fshatare. Pra, në atë kohë u shkronte në biografi, kur doje të vazhdoje shkollën, filloje punë, edhe kishte një autobiografi që çdo njeri e plotësonte. Kjo është absurde kur e mendon sot dikush edhe nuk e beson, por ishte i detyruar që ta plotësojë një formular që unë rrjedh nga një familje e varfër fshatare. Dhe kjo kishte një lloj mënyre, ishte një turisni e cila kishte kaluar edhe mbi ne që ne nuk do ta shkruanim një gjë të tillë. Rrjedh nga një familje qytetare dhe kaq pra. Ajo pjesa e varfër ishte kamulja e babait tim që çdo moment na ndalonte një gjë të tillë. Ne e kuptoj mirë, shiko. Në gjatë kohës kur keni qenë ende fëmijë, pra duke u shkolluar në zonën tuaj, di që keni qenë shumë aktive edhe në këto konkurset letrare të asaj kohe, dhe shpesh jeni vlerësuar edhe me këto titujt atëherë të shkollave si mik i vogël i librit. Po, është vërtet, unë kam lexuar libra që i vogël, edhe në shtëpi kemi pasur sa libra që në kohë qonin libra të ndaluar, libra të verdh, libra disident. Herë pas here unë i gjeja, për faktin që edhe njerëzit e mi lexonin nga ato. Por më vonë në shkollë isha i apasionuar shumë mos librave, edhe për këtë fakt, për hir të realitetit që shkollat organizonin konkurse mes njëri tjetrit, pra që në klasën e 5 deri në klasën e 8 kishte konkurse ku shkolla nxjerrte 5 persona, të cilët mbas të konkurimit të klasave ishin më të mirët. Edhe në çdo rast kam marrë pjesë, pra në peshqin e përfaqësimit të shkollës që bënin konkurse me shkollat e tjera për ato testet e njohurive mbi librat. Në atë kohë për shembull merre libri edhe do të lexoje një fragment nga libri dhe do të gjeje temën e librit edhe idenë se për çfarë flitet librit edhe autorin se kush e ka shkruar. Pra ishin disa nga pyetjet standarde apo të ndryshme i jepej emri i autorit të librit dhe të thoje një fragment nga libri apo përmbajtjen e librit, ishin interesante. Ishte vetëm një kënaqësi asaj kohe. E asaj kohe. Pak adrenalin që mund ta thojmë kështu që jam vlerësuar në pjesën e librit, kam qenë një ndër ato antarët e grupit që isha shumë aktiv. Qef edhe futbollin, keni luajtur edhe sulmues në rinin tuaj të hershme, apo jo? Po, kam luajtur edhe futboll, madje ajo pjesa e parë e përballjes kur një person kalon nga një moshë që bëhet në një mënyrë person publikun e kam nga futbolli. Për faktin se në atë kohë njerëzit ishin shumë të apasionuar mos futbollit, janë edhe sot, por atëherë ishte vetmja mundësi, vetmja argëtim ishte futbolli. Dhe unë luaja me ekipin që ne përfasoheshim në ato kampionate të famshme në atë kohë, isha që në sulmues, shënoja shumë gola, dhe kisha një lloj kënaqësie kur
gjithë ato tifozët thirrnin në kor emrin tim apo kur unë bësha një personazh që jepsha ekipit fitoren apo edhe gola spektakolare shumë mirë nga një futbollist shumë. Luan dhe tani për pasion. Po, normal që edhe tash ti luaj me shokët e mi në. Ne e kuptoj. Sa për të marrë trupin në formë. Apo edhe për nostalgjitë. Të atyre viteve. E kuptoj, po mirë, shiko, kur ti e më shumë satisfaksion, kur të kanë fritur emrin atëherë në rini, apo kur e dëgjon emrin tani në fushat elektorale? Më trego pak. Të thëmë drejtën, ajo kishte një emocion këtë tjetër. Ajo pjesa e futbollit, se është një mbrojtje me zemër, e sinqerit, kur njerëzit i gëzohen realisht asaj. Nësa fushatet elektorale janë disi ndryshe, janë të ndërthura me një lloj përgjegjësie, më thëmë, shumë të madhe, pra atëherë në futboll ishte ndryshe, ishte diçka sportive, ndërsa tashmë kjo është një fushë shumë më tepër serioze, impenjative dhe nuk e shijon atë pjesën, pra e ndjen më tepër si emocion, si përgjegjësi, se sa një kënaqësi maksimale që merr nga futbolli. Si ministër shëndetësie, çfarë kujton? Ajo është pika kur ju keni qenë ministër shëndetësie nga marsi i vitit 2007 deri në gusht të vitit 2008, pothuajse për një vit, le të themi. Po, ka qenë një periudhë shumë e ngarkuar. Të thëmë të drejtën është përgjegjësia maksimale që unë kam marrë në aspektin politik, për faktin që jam përpjekur që t'jap maksimalen time, edhe sot kur vazhdoj shiritin e atij aktivitetit politik shumë të rëndësishme, vrej me një lloj kënaqësie që kam dhënë maksimalen, vërtet maksimalen për reformimin e sistemit shëndetësor, për vendosin e disa standardeve në sistem, kur e krahasoj edhe me këto kolegë që drejtojnë sot, jam akoma më i kënaqur që më të vërtet kam dhënë zgjurmë tek ai sistem shëndetësor, për faktin që sparitën vendosa bazat ligjore për reformimin e sistemit, gjeta një listë të viteve 63 dhe miratova ligjin e ri për sistemin shëndetësor, për sigurimin shëndetësor, strategjinë kombëtare për sistemin shëndetësor, kjo e kustifikuar edhe me një kosto financiare të detajuar. Ndërtova godinën e Ministrisë së Shëndetësisë, ishte godina me keqe që ekzistonte në institucionet tona, ishte një shkollë kuzhine dhe sot është ministria më moderne që ne kemi. Gjatë asaj kohe ndërtova 360 qendra dhe ambulanca në të gjithë vendin, pra pothuajse në gjithë fshatrat e Shqipërisë, duke i pajisur ato edhe me ato mjetet të domosdoshme. Përveç saj, u ndërtua një spital i ri në Kavaj, u ndërtua një spital pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza. Pra, me të vërtet, sistemi lëvizi në tamam për të krijuar fizionominë e një sistemi shëndetësor modern. Sot kur përballen, shpeshherë se realisht këto e vrejnë më tepër mjekët, infermierët, ajo pjesë stafi i Ministrisë së Shëndetësisë, të cilët bëjnë edhe dallimin mes një ministri dhe tjetrit, për gjurmën që çdo njeri lën në punën e tij dhe ndjem me vërtet shumë mirë për diçka të tillë që gjithmonë marrë konsiderata maksimale për ato çfarë unë kam bërë gjatë asaj periudhe. Më jep një notë nga 1 deri tek 10, si e vlerësoni ju në gjykimin tuaj punën e ministrit aktual të shëndetësisë, zotit Beqaj? Duke qenë se ju keni mbajtur dhe vetë një post të tillë para disa vitesh. Është shumë e vështirë që t'japësh një notë kaluese. Por ka edhe një lloj paktit, më thëmë, të heshtur mes ministrave të asaj linje, sidomos ministrat e shëndetësisë, është një sektor shumë i ndjeshëm. Jam përpjekur që mos merrem me punën e pasardhësit apo të kolegëve tjerë që kanë drejtuar para meje apo mos meje, për faktin se çdo njeri lën gjurmë dhe janë njerëzit ato që e gjykojnë dhe besojnë gjithsecilin. Çdo ministër përpiqet që t'japin maksimalen, por varet edhe nga rrethanat tjera
Dhe zoti Beqja ishte peng disa rrethanave politike, konjunkturave, korruptive, të cilët e bën atë disi në sytë e qytetarëve apo një perceptim që ministri me problematikë i kësaj qeverisje. Ndoshta nuk ishte fati i tij apo ai nuk diti të orientohet drejt, por kjo është nota për gjithë realitetin. Pra e ngel zotin Beqej. Për fatin e kësaj pom, ngels edhe për vjesh fare, por ngels pa shpresë. Mirë, në fund fare ne kemi diçka të përbashkët që mund ta themi, që të shpresojmë që të bëhet diçka e mirë, të paktën për pjesën e shëndetësisë është një element të jetë i rëndësishëm për të gjithë ata që kërkojnë ndihmë mjekësore në spitalet tona, dhe kjo është e pa shmakshme dhe pa evitueshme, kështu që le të themi këtë që të bëhet diçka e mirë në fund, aq më tepër në mjekësi. Zoti Beqja bëri ato që nuk i kishte premtuar fare qytetarëve, bëri ato që nuk ishin kërkesa të sistemit shëndetësor, nuk ishin kërkesa të personelit mjekësor, përkundazi ato i kundërshtuan si nisma të cilët u quajtën reformose, ishin politika ekstreme të gjatha dhe i realizoi një ministër tipik i majt, madje me mundësi komuniste edhe në organizimin e sistemit, dhe kjo la një shije shumë të hidhur, pra që nuk ishte një tendencë për ta reformuar sistemin apo për ta ndihmuar atë, përkundër se ishin rruga më e shkurt për gjetur për bërë një aferë korruptive dhe për të devijuar atë financim që sistem pati. E kuptoj. Mirë, me cilin nga ministrat tani në qeverinë Rama ju e keni mirë punën? Themi do të një emër? Në përgjithësi kam marrëdhënie me gjithë ministrat. Kjo është e vërtet, pra unë nuk jam një politikan që vendosi barriera as më tepër politike me kolegët e mi. Tashmë janë pothuajse 20 vite që ne bashkëpunojmë së bashku, japim edhe ide. Unë edhe me zotin Beqja kam marrëdhënie normale. Madje i kam thënë disa herë edhe mësisht për disa reforma të cilat ai ka nisur në sensin e gabuar, siç ishte edhe hemodializa. Pra i kam treguar se çfarë unë kam bërë gjatë asaj kohe, që ai duhet ta vazhdojnë në drejtim dhe jo ta të desojnë disa herë për shumë gjëra, edhe për privatizimin e shërbimit të laboratorëve në fund. Pra, për çdo gjë unë jam përpikur që të jemi kujdesshëm, t'i tregoj se çfarë është bërë dhe cila është rruga e duhur që unë kisha fituar me eksperiencën time apo me konsultat. Unë kam qenë ministër i parë që nuk pra thyer një tabu që nuk isha mjek, dhe jam përpikur që në mënyrë maksimale të këshillohem me profesionistat më të mirë të sistemit. Në sakt, ministrat e tjerë nuk e kanë bërë një gjë të tillë për idenë që të bindur që i dinë vetë të gjitha gjërat më mirë se të tjerë, edhe për fatin e keq edhe zoti Beqja ka ndjekur këtë praktikë, megjithëse nuk ishte i fushësh, nuk është konsultuar pothuajse në asnjë rast. Dhe me ministrat e tjerë ekzistojnë kjo marrëdhënia njerëzore, marrëdhënia miqësore. Në fundit ne jemi kolegë politikan, kemi binje të ndryshme, mendojmë ndryshe për organizimin e shtetit apo për pjesën programore, por kjo nuk do të jetë një pengesë që ne ta shohim veten si armiq, që mos kemi mesi edhe mos ta rrim atë. Në gjykimin tuaj, zotë Ndoka, politika është profesion? Politika, po të shkëllim që është profesion, është një profesion që edhe nëse tenton të largohesh nga ajo, pra është një lloj adrenaline që të bën për vete, pra që të ngarkon me përgjegjësi jo vetëm për veten, por edhe për ato që të besojnë, edhe për ato që të votojnë, edhe për ato që të mandatojnë në detyrat të rëndësishme. Pra, njeriu jep maksimalen nga vetë atij për qytetarët në aspektin profesional, në aspektin klasik të detyrës së një politikan. Ne me të vërtetë që s'kemi pas politikan, pra politika shqiptare nuk ka pas realisht politikan të mirë fill, të kualifikuar, por kjo ishte mënyra që lindi profesioni, lindi politika, dhe të gjithë ne, dikush më mirë, dikush më keq, krijuam dhe formalizuam klasën politike shqiptare. Mirë,
të të pyes pak, a keni juve një pikë të dobët? Çdo njeri ka pikat e veta të dobta, është normale, është njerëzore. Edhe unë du të kem patjetër në një pikë, po jo se kam ndonjë gjë kështu që të evidentume apo që më puten gjujt. Mirë, shiko. Ju e keni përshkruani veten si një fëmijë rebel, jo turt. Ka ngelur më sot nga i fëmija rebel tek juve? Unë kam qenë një fëmijë shumë i prapë për jetë realitetit, problematik shumë deri në klasën e 4. Pra, një fëmijë që problematik në orën e mësimit, me mësues, në pjesën e lirë, pra kam qenë një fëmijë shumë i lëvizshëm, dhe disa herë prindërit e mi janë detyruar që të vinin në shkollë për të tërhequr breshën, për të kujdesur rritësinë në mënyrë maksimale. Pastaj me rritjen, me kalimin e kohës, ju e kupton piqet më tepër, ka një lloj përgjegjësie, ndoshta edhe nga kritikat, nga disiplinat që është ushtruar edhe në familjen time, por ajo mbetet, pra pjesa e rebele të kun mbetet për faktin që është pjesë e karakterit të çdo njeriu. Mirë, do të bëj një pyetje tjetër tani. Si e ndjen veten kur shikon për shembull në rrjetet ndryshme sociale një foto jote shoqëruar me një batutë, qoftë që ju edhe nuk e keni thënë fare, po tani ngeli kjo punë, siç thot populli. Unë i kam marrë me shumë sportivitet, për faktin që kjo është një realitet që ne përballemi. Ato janë tashme me çdo politikan, me çdo figurë publike. Është një humor, është një sarkazëm që duhet ta pranojmë, na shoqëron. Për faktin që edhe nëse i merr me mërzitje është akoma më keq. A jep like asaj faqe që ka nxjerr diçka në emrin tuaj? Në shumicën e rasteve disa gjëra edhe më pëlqejnë për. Më thuaj një batutë që ke lexuar dhe të ka pëlqyer. Kam lexuar shumë batuta për të i kam përsëritur shpesh herë. Kështu që edhe nuk e vlen që të merrem në mënyrë të veçantë, por janë gjëra interesante që janë personazhe të cilët përpiqen që të kapin numrin e klikimeve në ato portalet e tyre dhe i përdorin të tillë mekanizma. Ishte një lloj sportit në fillim, tash sigurisht është zbehur edhe ajo pjesë për faktin që në fundit marrojnë edhe ato batuta të cilat janë më tepër batuta popullore që janë dëgjuar shpesh herë dhe vendosen në gojën e një personazhit, qoftë ky politikan apo dikush tjetër. Pra nuk është se kanë rëndësi, ka një humor për momentin kur ndeshesh me të, por pastaj ajo që do të mesin, që do të mesin pjesa që njeriu ka nevojë që t'japin mesazhe tek qytetar. Pjesa e humorit është kalimtare, është për një target të saktuar njerëzish që unë nuk i kam kushtuar shumë rëndësi që ta frymëzoj, pra atë. E kuptoj. Mirë. Shiko, ju jeni edhe babai 4 fëmijëve, e 3 djemve dhe një vajze. Po, unë kam. Dhe gjysh, 2 herë gjysh. Po, jam edhe. Nga vajza. Po. Është pjesa më interesante. Familja për mua është pjesa më e çmueshme, është përsëria më e madhe që unë kam. Realisht jam në mënyrë demagogjike që dëgjojmë shpesh, por realisht në mënyrë njerëzore, edhe për faktin që unë profesor një alternativë politike që është ngritur të vlerat e familjes, dhe kjo është shumë interesante se e gjej veten realisht të kjo alternativë, dhe për faktin të familjes që unë kam, që më rrethon, kam çdo njeri i duket familja vetë më e mira në botë. Sigurisht. Dhe kjo është një vlerë për ne. Por njeriu ndjet i plotësuar, kur ka unë kam 3 çuna të rritur, të mirë edukuar për fatin e mirë, pa vese, pa probleme, për faktin që dëgjojmë shpesh herë se fëmijët e biznesmenëve, politikanëve
në për kronikat e zeza në shumicën e rasteve dhe kjo më trem, shpeshherë jam përpjekur që të harxoj një kohë mas tyre për edukimin e tyre, për t'ja bërë jetën disi jo fush me lule, por që ato ta ndërtojnë vetë të ardhmen e tyre duke i përballur me vështirësitë që në moshë të re, pra ato kanë punuar që të vegjël, që në moshën 14-15 vjeçare ato janë përballur me punë, që ato ta shohin se është shumë vështirë për të ndërtuar jetën, apo duhet një përkushtim maksimal që nuk janë prindrit ato që t'i japin mundësitë dhe hapësirë për një gjë të tillë. Në këtë drejtim të paktën ndjehem mirë që ato janë futur në mekanizmin e tyre për ta ndërtuar vetë jetën e tyre dhe kjo në një farë mënyrë të më bën edhe optimist, por edhe ndjehem mirë për ta dhe kjo është shumë pozitive. Goca është përballur me jetën për faktin se është më e madhja, pra asnjëherë në aktivitetin e saj Goca ka qenë një nxënëse e shkëlqyer, një studente shumë e mirë në aspektin profesional, përpiqet që t'japin maksimalen dhe shumë pak aty ku ka punuar ajo e kanë ditur se është goca ime. Pra ka ecur vetë me hapat e saj. Dhe habiteshin shefat që ajo punonte, kur e merrin vesh mas 4-5 muaj që është goca ime. Dhe kjo është shumë pozitive, pra që ato të ecin, të ndojnë emrin e tyre pa ato privilegjet apo që t'jep duke pasur prindin diku në një pozicion politik. Mirë, e kuptoj. Do të rikthehemi përsëri bashkë, do të rikthehemi në pjesën e dytë të emisionit pas publicitetit për të folur për disa gjëra të tjera dhe për të vendosur përballë një loje. Se çfarë loje është, do ta zbulojmë në pjesën e dytë të programit. Pas publicitetit na ndiqni. Shikoj, që hun pastaj do qerasi tjetrin me një drek ose dark. Po, zakonisht paguon Ardi. Aha, edhe dhe përfiton. Jemi rikthyer tashmë në pjesën e dytë të programit. Mua më bën përshtypje në fakt që në momentin që u futa për herë të parë në zyrën tuaj, një pikturë që është unike, në fakt, e Qamil Prizrenit. Është një pikturë që i referohet Beslides së Lezhës. Po, është një pikturë që ka lidhje me historinë, për faktin që edhe është unike, është vetmja kjo që jep si afrohet realitetit edhe historik edhe të personazheve, pra është e detajuar, më të them, nga Prizreni, që një piktor më të vërtet që i ka kushtuar rëndësi, pra jo thjesht për bërë një pikturë pa e lidhur atë me gjithë komponentet historik që tregojnë ata. Këtu për vetëm që ngjyrat janë shumë domethënëse dhe karakteristike, paraqitet edhe Skënderbeu, që është hera parë, pra që Skënderbeu ka qenë një njerëz që ka qenë mbi të tjerë, është një edhe tërësia e tij është forma e tij që i afrohet më tepër atij realitetit që ne kemi lexuar për Skënderbeun. Pastaj është pjesa që duket edhe një kryq aty në sfond, pra që është kisha ajo që ato kanë mbajtur lidhjen, po janë edhe flamuj atëherë principatave në atë kohë që e mbështeten dhe të gjithë së bashku lidhen besën, pra në Lezhë, dhe janë edhe ato Mamaja e Skënderbeut. Mamaja e Skënderbeut është flamuri ynë kombëtar që i afrohet asaj forme që e kemi ndeshur tashme në librat e historisë tonë. Pra, është një pikturë realisht që ka shumë lera. Pse e mban këtë pikturë, zotin Ndoka, ose se ke zgjedhur ta mbash këtë pikturë këtu? Kjo, me thënë drejtën, është edhe një dhuratë nga miqtë e mi, pra si një pikturë, po jo vetëm për këtë, është ajo pjesa e historisë që është
shumë e rëndësishme që unë e vlerësoj, edhe për faktin që unë e vlerësoj Gjergj Kastriotin, Skënderbeun tashme si heroin ton kombëtar. Ne duhet ta vlerësojmë historinë tonë, do t'i vlerësojmë heroin ton kombëtar. Është personazhi i gjithë kombit tonë që ka bërë më shumë deri më sot për kombin tonë, dhe besoj që është një detyrë e jona jo vetëm patriotike, por edhe njerëzore për ta vlerësuar. Se po ktheja kokën vërdallun, mos gjeja në një figurë tjetër, në një burr shteti ose në një figurë tjetër historike, po e kuptova që ke zgjedhur mbarë Skënderbeun në qendër, them se. Jo, ka shumë. Kam fotografinë e kabinetit sekretar ku bëj pjesë. Është një fotografi me Laura Bushin që kam qenë kur isha ministër, kur Bushi vizitoi Shqipërinë. E kuptoj. Pastaj janë me zotin Bamir Topi si president, me Kazinin si kujtari i Unionit Krishterë Demokrat Evropian. Aty është ministri i shëndetësisë së Turqisë. Turqisë, po. Është ambasadorja e Zvicrës, është Monsignor Rok Mjedita, domethënë sipër është një deputet shqiptar i parlamentit serb. Këtu është Ali Ahmeti, që unë kam bërë një takim me liderët e Maqedonisë, dhe shumë është ministri i shëndetësisë së Maqedonisë, e Italisë, është Papa, që unë kam bërë 2 takime me ta. Pra, janë në zyre, për ka shumë është historia që më ka shoqëruar në momentet më të rëndësishme që jam përpjekur që ti fiksoj dhe ti kem si koleksion për veten time, për të lënë ato gjurmë që do t'ju lë edhe kalamajve, shpresojmë që mos t'i hidhin. Mirë, në një nga fëmijët ka djemt aspiron që të bëhet politikan? Të futet politikës? Nuk e di akoma, nuk duket se pas ka diçka. Nuk e kanë marrë të drejtimin real, por kanë një lloj aspirate. Ndjekon jashtëmaset shumë politikën, zhvillimit, e njohin shumë mirë. Dhe shpresojmë se ndonjëri prej tyre të paktën ta vazhdojnë edhe pjesën e politikës. Unë nuk i kam nxitur për hir të realitetit, pra as në shkollimin e tyre ato e kanë zgjedhur vetë dhe do ta zgjidhin, madje bashkëshortja imi thotë ndonjëherë që i kërkon të bashkëpunojnë me ta për t'i orientuar, më tepër për t'i orientuar, apo për ditur se cilat do të jetë rruga që ato do të ndjekon në të ardhmen, po si duket është akoma herët, ato akoma nuk janë pjekur në mënyrë maksimale për ta kuptuar drejtimin e tyre. E kuptoj. Mirë, shiko se të futesh në politikë, pastaj kalon edhe në ujëra të tjerë. Ne për shembull do të jap një rast unë, kur se do më pëlqente shumë në fakt të thoja në formën kur bëheni ministra. Po le ta themi kur kalon në një post më të lartë, në një rang më të lartë ministri, ndodh pastaj që të mos hapen më dhe telefonat. Ndodh shpesh kjo. Madje unë e bëri me një lloj shqetësimi tek kolegët e mi, dhe nuk e kuptoj arsyeja. Pjesa që më ka diferencuar pra nga shumë tjerë është kjo. Në asnjë rast unë nuk e mbaj të mbyllur telefonin dhe i përgjigjem çdo njeriu. Pra, e kam apo se kam emrin e tij në telefon, i kthej përgjigje çdo SMS-et që më drejtohet për çdo lloj problemit apo shqetësimet që qytetarët kanë, i njoh apo nuk i njoh ato. Dhe kjo më ka bërë disi ndryshe, pra edhe në aspektin e politikanëve, këtë e kam edhe me pjesën e gazetarëve. Unë më të vërtetë që kam propozuar për emisionin 2 herë, por kam kthyer përgjigje. Përgjigje e kam marrë. Edhe kjo ndodh në çdo rast, pra kam vetëm një numër telefonit që në momentin që e kam marrë nuk i kam ndryshuar asnjëherë numrin. Po se do të pyesja unë për sa kohë është ke numrin e telefonit. Madje një moment që mos gabom 2005-ën, kur unë zgjodha deputet me grupin, me stafin e tim, në atë kohë stafin politik të afërt,
mora kontaktin e fonit, takimin e fonit ku do të vjen në parlament. Dhe njëri prej miqve të mi me të ngushtë më thotë që zotë deputet ne atëherë metëm në opozit, pra 2005 në Partia Socialiste në pushtet, dhe me pyeti që çfarë do të bësh tashmë për ne, çfarë na premton. Dhe unë me humor I thash vetëm për tim që mund maj, që unë tashmë jam në opozit dhe kam shumë vështirë që t'i realizoj të gjitha ato çfarë ne tham për fushatën elektorale, por do tjetë ajo që unë do të nëshoj numrin e telefonit dhe mos një gjej më të kërkeset tuaja gjithmonë me humor. Dhe këto persona merrin telefon, edhe më thonin mas 2-3 muajsh vjenin telefoni dhe unë kisha po njëri numër. Edhe thoshin zoti deputet, nuk po mund premtimin, nuk po nëshon numër. Duhet të nëshosh numër. Mirë. Nuk I kam nëshuar asnjëherë numrin e telefonit dhe kjo besoj është një kërkesë elementare e domosdoshme e gjithë qytetarëve, të cilët nuk gjejnë tek deputet të tjerë kolegët e mi, tek ministrët e tjerë një përgjigje, një mundësi komunikimit me ta, dhe kjo është pjesa më negative që është për politikën shqiptare në tërësi. Unë duke qenë I vetëdijshëm për të, por është edhe pjesa njerëzore, e kam vlerësuar në mënyrë maksimale komunikimin me çdo njeri që më drejtohet. Se është shumë e rëndësishme në fakt që të kesh një komunikim me ata që të kanë votuar, aspironin në një post për të bërë përsëri ministër? Kur jenë në politikë, përveç pjesë demokratike kushtohet jo. Kjo është arsyeja sepse ne jemi në politikë që të votohemi në mënyrë maksimale, që të kemi mbështetje maksimale dhe të kemi përgjegjësi maksimale. Pra, kjo është egoja, fundit edhe detyra e çdo politikanit që është në politikë. Ato të tjerë I dëgjoj shpesh që thonë që nuk aspiroj, mund shojnë për ndonjë punë tjetër, por në politikë kjo Shikoj. Kjo është kryesorja, kjo është aspirata kryesore edhe imja personale, pavarësisht se nuk është në qëllim në vetvete, por është fare normale kur ti kërkon mbështetje me votë, kur votohesh, kur të votojnë shumë njerëz sa je I detyruar për të marrur edhe përgjegjësi, edhe në qoftë se nuk I ke atë dëshirë. Cila ministri, zotë Ndoke, do t'ishte ajo që ju do të lakmonit? Më që se ke shëndetësia ju keni qenë njerë. Kjo është përtej dëshirë personale që njeriu ka, për faktin që unë, kur kam marrë përgjegjësinë e parë, vetëm jam ministri që s'kisha asnjë lloj dëshirë për të drejtuar ishte Ministria e Shëndetësisë. Për faktin që ishte Jo, tjetër gjë çfarë ju japin, tjetër gjë çfarë doni ju. Ishte ministri shumë vështirë, por ama unë kam një besim tek vetja që çdo lloj detyre që marr e bëj në mënyrë maksimale të mundshme. Dhe nuk kam marrë pak detyra, jam votuar kryetar bashkie dhe kam bërë shumë mirë. Dhe kjo është arsyeja sepse qytetarët më kanë votuar. Pra që I kam marrë atë përgjegjësi dhe I kam bërë mirë sa kam fituar simpatinë dhe besimin e tyre duke më votuar. Pesha jonë specifike, kjo është vota, pra një politikan që votohet, që ka mbështetjen atyre njerëzve që e njohin, është I sigurt që do të vazhdojnë të ecin përpara. Një politikan si Kasavirët mas kryetarit partijës duke vërë servilin, edhe kjo është një formë që mund të ecish, por e ke rënien e sigurt që nuk je ngritur me forcat tuaja, me këmbët tuaja, me mbështetjen që t'jep vota. Ndaj unë e vlerësoj këtë pjesë, për faktin që nuk jam ngritur duke Kasavir mas kryetarëve të partive, por jam ngritur me votën e qytetarëve të cilët më kanë besuar dhe më kanë votuar në pozicionin nga më të ndryshme. Kandidati pavarur me lëvizje politike të reja, kundër PD-s, kundër PS-s. Pra, dhe kjo më ka dhënë energji dhe besim për të ecur përpara. E kuptoj mirë. Do ta ndalojmë këtu këtë pjesë të emisionit? Do ta ndalojmë. Okej. Mirë.
tashmë në pjesën e fundit të programit, siç u thash edhe në fillim që në fund fare do të kemi diçka shumë interesante për të ndarë me personazhin ton të Adame, zotin Doka. Ka kuptuar publiku, kam përshtypjen që do të luajmë një lojë shahu. Loja shahu është lojë interesante. Është lojë që kërkon shumë vëmendje në fakt edhe inteligjencë. Don mendim, don inteligjencë në lëvizje, por edhe një lloj përshëndetimi. E kuptoj. Do ta luajmë në fakt me mikun tuaj, por edhe me nënkryetarin e partisë, me zotin Vladimir Beja. Faleminderit shumë. Luan shah shpesh? Në përgjithësi luajmë shpesh, për arsye se jemi detyruar ta luajmë këtë lojë për të përballuar lojën yç që luajnë 3 partitë më dha PD, PS, LSI. Ç'është kjo lojë? Tani loja shallë kërkon një inteligjencë veçantë dhe përparësia e kësaj loje është se ka shumë variante. Duke parë që 3 partitë më dha PD, PS dhe LSI përdorin një lojë të Perandorisë Osmane që quhet loja treshe, po yç në turqisht, e cila ka vetëm 6 veprime dhe është fituesi shpallet ai që e bllokon tjetrin. Kemi dhe këto, si quhen? Shorti, do hedhim shortin. Mirë, do hedhim shortin, atëherë se cili prej jush do zgjedhi të bardhët apo të zinj, gurët. Mirë, të përzim pak? Të përzim pak. Të zgjedhi. Zgjedhje. Kryetar, urdhro. Zgjedhje. Mirë, po marrim këtë. Okej. Hapim. Gurët e zi. Urdhroni. Të bardhët. Gurët e bardhë, nuk ka përparësi. Po, ka përparësi për lëvizjen i pari. Vazhdojmë atëherë suksese. Faleminderit. Faleminderit. Shikoj, që hun pastaj do qerasi tjetrin me një drek ose dark. Po, Zakonisht paguan ardhi. Edhe Dhe përfiton. normalisht do të kësaj rradhe do të gjobitet. Ladi ka qenë kështu oficer i lartë në Marinë dhe ka jetu disa vite në Sazan. Ke pashur Sazani i Ato disa vite janë 14 vite rresht. 14 vite shumë kur i mendon. Pra në një ishull që jetonin aty dhe këto lojra shahut ishin kryesorët dhe është një lojtar Gati të vetme darktime ishin libra dhe shah. Libra dhe shau. Dhe realisht janë jo vetëm që kanë kaluar kohën, por janë stërvitur me tilla loje. Dhe të përballesh si lojtar është pak e vështirë, por gjithsesi edhe unë kam një histori të bukur me shahin. Po? Për faktin që prindit e mi, baba bashkë me Xhezellash lunin shumë shah në darkë. Vazhdojnë. Po. Ta zbulova më të mirë se më Nuk doja ta bëj që fillim. Nga ti e ke mendje më shumë, te interpretimi politik ure ka mendje më shumë të shah. Edhe ato lunin në darkë, pra ishte vetëm një periudhë që kisha një lloj mundësie për të aktuar, për faktin që ishte mbushur me punë të përditshme. Dhe mlidhenin bashkë 3-4 persona nga ato njerëz të afërt të familjes dhe lunin shah. Edhe unë isha i vogël në atë kohë, 6-7 vjeç, i nisha me shumë kuriozitet, edhe i shifsha lëvizjet se cila është lëvizja e ushtarit, cila është lëvizja e oficerit, e kali si një fëmijë që vetëm i shikonte. Dhe kam mësuar lojën pa më treguar dikush, vetëm duke qenë një shikues i vëmendshëm i lojës shahit. Edhe pastaj besoj nga klasa 5 në klasa 6 fillova të marr pjesë edhe unë si i barabartë. E kuptoj. Lyja edhe me babain tim në atë kohë. Dhe fillova që të fitoja, pra edhe me babain edhe madje njëri prej xhaxhallarëve të mi ishte vazhdo Beja, po mendosh. Po normal.
Në përshëmë ba, Shasha. Jesha? Po, e marrë vesh, marrë se Shasha. Mos e kap torën nga. Jo. E kisha mrak me rëmë se kjo është në kryetar partijet. Edhe kur fiton Shah, thotë unë jam më i fort se ti. E kuptoj. Me marrë partinë përse. Jo, këtu jo, vetëm këtu jo. Ka një pengesë tjetër për t'ja marrë partinë. Cila është? Se po të... Duhet të ta jap vetë? Kam një kusht, domethënë që nuk e plotësoj dot. Do na thuash. Ky e di atë kushtin tim dhe kjo një rehat do të thotë. Nga ky nuk ma merr partinë. Nga të tjerat edhe kam ai merak. Shiko, rrugu nga ai që se pret të thonë asaj fjalës, kështu që. Shikoj. Mirë, shiko. Kam përshtypjen që ne Beja thotë që Beja është betashi. Edhe ideja e filozofisë se kryetari i Partisë Demokratike do të drejtojë një besim katolik. Por kjo nuk opinioni nuk është i gatshëm akoma që një kryetari i Partisë Demokratike ne kemi thyrë që ky ka vite më tepër son të Partia Demokratike. Gjithsesi është i besimit tjetër fetar. Kjo për Partinë Demokratike është bërë normë. Hapje dhe përfshirje gjithë personazheve që vinë nga besimet ndryshme. Gjithsesi opinioni nuk është gati ende që kryetari i Partisë Demokratike të jetë musliman. Kështu që në relativisht në politikë opinioni është kryesor. Gjithsesi fitoi ose të fitoi Lënë Shajta dhe tisha ortodoks. Shiko, na hapët një temë që gjithë ditën po të rrim këtu nuk e gjejmë dot, ë? Shiko. Po mundohen domethënë që ta favorizojnë Shah. Nardi, do të bëj një pyetje unë, me cilin nga personazhet e politikës do të kishe dashur të ndaja një lojë shau? Nuk më the emra që gjithë emisionit, më këtu dua të thuash një emër. Këtu doja të kishe në një përballje shau. Ço të thamë përballje shau? Për shembull kryeministri aktual nuk është Shah. Zotin Rama. Ai është tip shkatërrues, pra, edhe kur ka qenë sportist, ka qenë militar, shpërthyr. Ke frikë se të mund? Jo, nuk mund, mi thëllë, nuk është tip që përqendrohet një Shah. Nuk është një tip që është i përqendruar, nuk besoj, nuk e di realisht, pavarësisht se e njeh shumë mirë, nuk në këtë pikë nuk e kam pyetur deri tek Shah, po natyra e tij, duke parë formatin e tij, nuk besoj se është i fokusuar tek Shah si një lojtar i mirë. Kështu që nga politika do të zgjidhen ndaj njëri tjetër, zgjidhen ndaj kështu ndaj ministre, Kodheli për shembull. Me Mimi Kodhelin, me zonjën Kodheli. Po. Edhe për të që ai ka dhe ushtarë edhe oficerët i kanë nën komandë kështu, do të ishte interesante. Edhe është një zojë e këndshme kështu edhe për bisedë. Mirë, shiko, kam përshtypjen se ne kemi ardhur në fund fare të programit, kemi zauruar të 50 minutat që kemi limitin e emisionit. Lojën do ta mbyllim, do ta çojmë deri në fund, po deri tani fitimtar është zoti Ndoka, apo jo? Absolutisht po. Nuk e bëre me hile, nuk e le vet. Ja le vet apo? Jo, shfrytëzova një moment që po bisedonim edhe bëni një lëvizje të gabuar. Ky ma fali mua në fakt një lëvizje, se unë bëra një lëvizje. Edhe unë mendoj se do ma falte prapë. E që nuk ndodhi. Nuk ndodhi. Ka ndodhur tërkohë. Mirë, e rëndësishme e fare në fund ditës është që mbeteni miq me një tjetrin pavarësisht sprovave që përballë cilave vendosen, edhe kjo është më e rëndësishme zoti Beja, kam shtypjen unë. Ca gjëra i ruan miqësia, ca gjëra dhe janë mbi të gjitha, përpos të gjithave. Është vërtet, unë do të thoshë që mjaft e trajtojmë politikën si pa moral, po unë do të thoshë edhe politika ka një moral. Edhe në këtë kuadër, domethënë edhe marrëdhëniet shoqërore dhe politike duhet të kenë një kandar morali të përcaktuar. Pastaj padyshim që politika favorizon fituesin. E kuptoj. Dhe ai që është fitues, domethënë ai që ka dhe elektorat, ai që ka dhe numër votuesish, domethënë ai është fituesi vërtet. Mirë, le të shpresojmë që kemi thënë ca gjëra ndryshe sot, kemi ardhur pak ndryshe për publikun. Unë dua të falenderoj shumë edhe një herë që u bëre pjesë e formatit tim, që u bëre pjesë e formatit Adam. Dua të uroj punë të mbar në gjitha angazhimet që do të ndërmarrësh. Faleminderit edhe një herë. Të kënaqësi, ju falenderoj ju dhe suksese edhe emisionit Adam. Faleminderit shumë. Mirë, zoti Beja, falenderoj dhe juve që na u bashkuat në fund fare. Rezultatin do t'ua japim edhe me telefon. Mirë.
Do ta bëjmë si tek filmi pastaj me 2-3 raunde. Mirë. Zgjatë, mirë. Mirë, faleminderit shumë dashur miq që ndatëm me ne këto 50 minuta të Adam. Në fund fare do të falenderoj edhe Stella Sallakun, e cila kujdeset për veshjen time. Bashkë të shtunën dhe të dielën e ardhshme. Deri atëherë kalofshi një javë shumë të bukur. Mirupafshim.